Bismillah, umreja një udhtim drejt Allahut. Hamd Allahut, salavat dhe selame pejgamberit të Allahut. Të nderuar umregji, umreja është një ibadet i madh. Kjo është adhurim, e adhurimi pranohet vetëm me dy kushte. E para, sinqeriteti që ky ibadet të bëhet vetëm për Allahun. Dhe kushti i dytë, ndjekja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në fjalë dhe veprime. Sepse ai ka thonë, kush shpik diçka në fen ton, ajo është e refuzuar. Umregji. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka folë për vlerën e umrës, po i ndojmë disa hadithe. Dërguari Allahu thot, al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma. Dy umre nga njëra tek tjetra janë shlyerje të gjunoheve. Allahu ta mundsoft shlyerjen e gjunoheve. Hadithi tjetër, tabi'u bayna al-hajj wal-umra fa innahuma yanfi'an al-faqr wal-dhunub. Kryeni vazhdimisht haxhin dhe umrën, sepse ato largojnë varfrinë dhe mëkatet, gjunahet. El-hujjaju wal-ummaru wafdullah, da'ahum fa ajabuhu wa sa'aluhu fa atahum. Haxhit dhe umregjit janë musafir të Allahut. Allahu i thirri, ata ju përgjigjen. Ata i kërkuan Allahut dhe Allahu u dha. Wafdullahi azza wa jall thalatha, el-ghazi wal-hajj wal-mu'tamir. Musafir të Allahut janë tre: luftëtari, haxhiu dhe umregjiu. Rasulullah i thot, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Një umre në Ramazan është e barabartë me një haxh me mua. Të nderuar umregji, ju jeni musafir të Allahut. Shkoni me sinqeritet në këtë ibadet. Esni në gjurmët e profetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe bahu prej atyne që Allahu të pranon. Për fund, mos harro, umreja është një mundësi e artë për pastrim, falje dhe afrim tek Allahu azza wa jall. Allahu ta mundsoft për mirësonijetin. Lutju Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.